dua që të vazhdoni duar trokitjen, sepse do të vi një aktor I cili do të tregoj, si shtregon zakonisht, për historitë e emigrantëve. Gent Azizi! Me mbrëma të gjithën. Jetoja në Romë me dy shokët e mi, Altinin edhe Turin. Jetojmë në I garsoniere. Aq e vogël ishte garsoniera, sa kur fusim Chelsea kishim frikë se mos thynim xhamin e penxherës I kishim përballë. Krevatet I hapshim darke dhe mjesin myllshim si zarfa. Sa që Turi thoshte, ore shoh ondra gjithmonë sikur ble krevat dopjo, sa bojmë gati për të ushtri, taf vjej postier ma palos e fut në qonë dhe ikën. Banjon e kishim aq të vogël, sa kur futeshim e indjetro, uleshim direkt e ke WC-ja. Këtu lanim sytë ke lavamoni, hapnim dhe dushin, 3 veprime për herë. Ishe vërtet e vogël dhe ne sikur sa s'nara pika, kur thot Altini, çuna do vi plaku këtë fundjavë se ka mori visa, do ri 3 ditë ke ne. Plaku Altinit, burr zotni, Tironas, kasap me profesion. Sa erdhi, I thot Altini, a më babta, atë zu deti, babën ta se zera kjeda, ta zej deti. Po tha, pa 18 palkpus ke koridori, tha, po ti për gazep, tha, gjinsit në state do me njaj, që do me bok pucare, se s'ke nja ka baba kasap. Kjo është që ka e shpia e modhe, tha, këtu sa hap ke dhe në dilke përjerë në balkon, tha. Po jam mërë babda, I thote Altini, jam mërë babda, se këto shokët do shkojnë atje se po e lynë shpinë, po e lynë vetë. Mirë ta, mirë, ja se do ikin këta. Nesme na vje Altini, ke është shpia e re, modhe, ishim keme të fletë ke makina, tham ka ik baba, tham ka unë baba. Si mërtu mi baba? Ka ik ta ku di unë që me mjesta. E kërkum, gjithë ditën, vetëm darke kur themi shpje pam, po na gatute I tavë me plonca. I thote Altini, o baba, po ku ishe gjithë ditën? Po ploncat ku I gjeteme? E me tha, këtu kishit për mrapa shpis tu, I tha, I kasaperi, tha. Po si u morë vesh të italisht me? Ku ti italisht? Babë, stati drego arti që s'di italisht? Italisht e thjesht a fare, mjaf që t'plasësh avash, e ne I tjetër të kupto. Unë I thosh ati kasapit, ta morën këte? Falim nërës. A I më thosh të mu vete dorën, si duket italisht kjo që I ka me nërteje, meri tha. Me atë hartën që gjitha ke shpia, ta shëtita gjithë Romën, u futa ke tuneli, ta aty ku kalote treni, kisha qik frykta këto shkallët që ishin për tërpo e për tërmo, pata pak frykta se mos mikshin drita, ta, edhe njëlqa mesta. U lodha tha ka shkalla për tërmo, tha se unë njëqa, ajo më zbriste. Qere kore nejtë aty me thonë drejtë, tha. E pashta Roma ishte qyteti modha, me qesma. Gjitha ne qesma, tha, ku ti hapshe, tha, tak kishte ujë, tha. Se ne Tirancave në ka dalë nomi, tha, që nuk lajna shpeshta se përdorim ujën për ftof shalqinin. Po, Roma kishte ujë, tha, pash dhe I kopil me I pjacë, tha, që matet sa misra ndorë, tha, tak I vishin pulluma, tha, fa pikate me rjetë. Si duket I hate, tha, I them italisht ja thash, po mas se të vret zoti ke plumat. Shqyqyshi nuk ishte shqiptar, duhet ishte një refugjat romun, se s'm kuptote. Po mi më babta se dilqim bashkët, keshin baba, do hajmë dark, ju kam bo tava me plonë, se kam bledhe I damigjon 5 litra dhen, e keni këtu, do të hajmë. Se me thonë drejten, sa herë ta kujtoni shpinë, ke I pjatë gjellë e kujtoni, tha. E ne mos feni mo ke makina, tha, se do rregullojnë do sajojnë këtu. Hongër me pimat note, nes me mjes ishim tap, që ishte ditë e djel, I thot Altini babës vetë, o mërë babë, ti na te që e barakin, dhe po venën se bate hiq. Ishin baba, tha, verën e baka vetëm damigjoni. E nëzjerin për pazar, se sigurisht në shqiptarët, hajde ku ti blejmë në idhurat shpis, dalim në pazar, gjithë bashk, dhe shofim plakun e Altinit që bote muhabet me shqitësit, italisht sigurisht. Ishe gjetë një nga këto kominoshet e pellushve, këto të kuqit për kalamojt e vegjit me I kordon të bardh, e ne matë këshun lartë në dorë, edhe I thoshte italionit shqitësit. Sa bo? Ja. Le kujde, s'kena shumë lek, e du për dhurat. E italionit që thoshte, 15.000 lireta. E shefqim kupto këti mu? Pa ule, shumë. E du për mbesën time, 5 vjeç, t'ja qoj gjyshi, Tiranë, Shqipni, ina komshine, italion, mi mjes, mi mroma, buongiorno, buonasera, ule.
Edhe i shqit si gjithë është 10.000 lireta. Kaq, ja, shumë. Ullë. Mirë, thaj. 5.000, mjaft, kaj. A që më kupto këti mu Itali. Më falj, ti më kupto mu? Pa, i thaj. Pa, ti je italian? Ja, thaj, shqiptar si punë e ode. Ej! Po këta gjysor që më flasim italisht, Allah. Më kellon me dorë nalë si flamur, më punë. Natë këshim baba 2.000 lireta kom, na, me, këto t'ja qojmë bezë dorat. Hajde miro papshim, i tha. Shkojmë nga pazari, e qojmë në restorant, babë në Altinit, mas e kishim hongër, e nisëm që nga antipastat, makarona, eskalop, e gjitha me radhë, dhe ke frutat dhe mbëlsiet, kur po pishim kafe në vje kamareri italion, kësa radhe me tërmen italion, i thot, cosa volete per digestivo, qa doni për ta tret, na i gjotë tret se nga këto, e thot, qa e të plagore, qa është kjo digestivo, qa? I tha, më babë, ta se është i gjotë për tret ushimi. A, një. Kamarerio, digestivo, na boj një spageti bolognese, e nej pilaf popate. Faleminderit.